Janë ekzekutuar masat e sigurimit për 52 persona, janë ekzekutuar 40 masat e sigurimi, janë evidentuar përveç episodeve të trafikimit të narkotike dhe pjesëtarëve të grupeve strukturuara kriminale, janë dokumentuar edhe vepra korruptive në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kemi ekzekutuar masat e sigurimi të vendosura nga gjykata e posaçme për vepra penale të korrupsionit, për zyrtar shtetëror dhe për një avokat. Sot gjithashtu janë ekzekutuar edhe vendime të gjykatës lidhur me konfiskimin me sekuestrimin e pasuri të cilat dyshohet që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i trafikimit të rëndë narkotike. Janë sekuestruar 3 restorante në qytetin e Durrësit, 3 ristoranti nella città di Durazzo, një bar kafe, un bar caffè, 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në qytetin e Vlorës. Me mbrëma dhe mirë se u këthyet dhe gjithmonë do riktheheni në 360. Ky që sa po foli në këtë sinkron ishte prokurori i Spakut Vladimir Mara, ku bënte, si thuaç, listimin e njoftimeve të këtij operacioni të titulluar Ura, i cili ka çuar prapaekurave disa peshq të mesëm, por 2 peshqit më të mëdhej janë larguar në drejtim të paditur. Pikpyetja kryesore është ka patur dhe konspirim apo nuk ka patur dhe konspirim. Por nga një konferencë e përbashkët për shtyp e antimafjes italiane Barese, po dhe prokurori përgjithshëm antimafja dhe prokurorëve të Spakut, thuhet që policia është njoftuar pak kohë përpara operacionit. Sigurisht këto janë detajet që do t'i sqarojmë në studio, sepse dhe pak kohë janë të mjaftueshme për dhe kemi parë shumë Netflix, pak orë, bile pak minuta të mjaftueshme për t'u larguar nga vendi ku mund të kapesh. Megjithatë, unë kam këtu Anduena Dhabani, më mbrëma Anduena, gazetare investigative, Ingrid Çelmeta, më mbrëma, gazetare investigativ, Eson Ekonomi, gazetare politike, më mbrëma Eson, dhe Enida Bozheku, më mbrëma, avokate, mirë se erdhe në 360. Çelmeta, do ma përmbledhësh në mënyrë telegrafike çfarë ndodhi, si ndodhi dhe ky listimi i prokurorit Vladimir Mara sa përputhet me realitetin dhe sa retorik ka, nëse ka. Për të sqaruar që në fillim kjo është një operacion i antimafjes italian dhe jo operacion i prokurisë së posaçme Spakut. Ky sqarim duhet thënë pikë së pari. Unë nuk e thash kështu. Apo e thash kështu? Jo, ishte okej, por në media është trumbetuar se një operacion i Spakut. Po pse nuk janë grupet përbashkëta? Ta përfundojmë arsyetimin tim dhe ta them. Ky hetim ka media thuhet që jo, me që ti vëm pikat mbi që i fillim. Në media dhe vet Artin Dumani, qoftë Mara, nuk se marrin përsipër të thonë që e bëm ne këtë, por në bashkëpunim. Dhe fakti që konferenca e përbashkët për shtyp i do japim të tërë këta. Okej, dakor, ti thuaj opinionin tënd. Ky hetim ka nisur nga antimafja italiane, që në vitin 2016 iniciuar nga DEA amerikane për grupet kriminale të cilët trafikonin lëndë narkotike nga Amerika Latine të llojit kokainë dhe heroinë nga Turqia dhe më pas shpërndahen në territorin italian. Dhe më pas në vitin 2020, antimafja italiane ka zbuluar 3 grupe kriminale, 2 funksiononin në rajonin e Puljas dhe një grup shqiptar i cili ishte me bazë në qytetin e Durrësit. Dhe më pas në bazë të këtij hetimi ka nisur kontaktet e para të antimafjes italiane me prokurinë e posaçme dhe në datën 21 shkurt të këtij viti, antimafja italiane ka përfunduar plotësisht të gjitha hetimet dhe ka firmosur urdhër arrestet për personat të përfshirë në këtë grup kriminal, të cilët janë 3 grupe kriminale, dhe nga këto persona 40 persona janë shqiptar dhe një grup kriminal funksiononte në Durrës. Një sekondë që me ta shohim step by step. Jo, ne kolegi jemi unë. Po? Absolutisht, po unë kam tjetër informacion. Dosja Italis ka përfunduar vit në mars ose në prill të vitit 2024. Ja kam dokumente, do të tregojmë live. Në mars të prill të 2024 janë çuar në gjykatën italiane kërkesat për vlerësimin e masave të arrestit. Një sekond. Dhe duke qenë se ata e kanë vlerësuar për t'i kryer, sepse italianët gjej përdorin, marrin më shumë kohë, Anita duhet ta di, marrin më shumë kohë për vlerësimin e masave të sigurisë. Marrin 1 deri në 2 vite. Në rastin konkret, në 2024 Shteti italian ka dërguar në gjykatën italiane kërkesën për vlerësimin e masave të sigurisë. Është dokumenti i dosjes. E kuadroj pak të lutem bëre kamera aty. Ajo që është e kuqe aty. Okej, më duhet çik më afër, po. Ka dëgjuar po. Ne kaloj pak lutem. Kalojnë çik Julies. Çfarë thot antimafia? Fjalë për fjalë. Që në datën 21 shkurt të këtij viti, prokurori i
Antimafjas që ka hetuar këtë çështje ka firmosur të gjithë hetimin dhe ka përfunduar hetimet. Prokurori apo Ka gjykata? mbyllur. Prokurori ka mbyllur hetimet dhe i ka dorëzuar kërkesën gjykatës për miratimin e masave të sigurisë. Ndërto, edhe Spakut, pasi Kush ka është kontradikta me Anduena? Anduena thotë që është një proces që ka vazhduar që një vit. Italianët e kanë mbyllë në 2024 kërkesën për vlerësimin e masës. dokumentin Megjithatë, këtu. çështja është 36/2019 e regjistruar me 6 grupet përbashkëta italo-shqiptare dhe kanë gati 5 vite që Pse kanë mbajtur këta njerëz mbahen. në februar ka gjatë? Sepse e kanë mbajtur shtetasit e ka marrë prokuroria italiane këtë gjatë. Këto e di çfarë është kjo, ma kjo është fraksioni i zemrës, shpirtit, Jo. dosjeve të mëparshme. Ka lidhje me ata? Po, jo. Tani, Është një dosje 1300 faqe, nuk është fraksion. jo nuk është 1300 faqe, është shumë më shumë. 1300, u kam dosjen në telefon, po e lexoj. Po, E kam lexuar, sot e kam përfunduar gjithë, kam 2 ditë që e lexoj. Të është dhënë ty aq, po si ke lexuar për zotin 1400 faqe për një ditë? Për që të jemi të saktë, jam informacion sakt për Shumë, publikun, valla, patjetër po ka do lexoj. lexuar. Okej. Skuadra ka është ngritur që në vitin 2020 dhe është pjesë, do dalin këto që po them unë edhe më vonë. Janë pikërisht hetime që kanë nisur nga Italia edhe për dosjet shpirti, zemra, shpret ka të gjitha veshka. Nga ana jon janë 29 masa sigurimi dhe janë 22 masa sigurimi nga shteti italian, që unë kam burim timin konfirmuar që janë firmosur dhe janë dërguar në gjykatën italiane për vlerësim që në mars të vitit 2024. Po gjykata italiane ka marrë kaq kohë. Dhe gjykata italiane ka marrë kaq kohë. Në momentin që kanë pritur vendimin e gjykatës italiane, dosja është sjell me korrespondencë pranë prokurorisë shqiptare dhe prokuroria shqiptare në shkurt ka dërguar kërkesën për vlerësimin e masës për 29 persona në gjykatën tonë speciale. Gjykata speciale pastaj ka marrë dihet që gjykata tona kërkojnë edhe 1 muaj, edhe 2 muaj, se kemi parë këtë dhe me rastet të tjera, për të vlerësuar masat e sigurimit. Në qoftë se bëhet fjalë që 2 nga bosët e kësaj organizate, 2 nga 2-3 kokat e kryesore janë larguar, do thotë që ky material ka rënë në duart shqiptarëve. Shiko, çështja e dekonspirimit, ka rëndësi kjo për ta sqaruar. Çështja e dekonspirimit, Xhej, është gjithmonë e diskutueshme në çështjet madhore shqiptare ku flitet për grupe që ka në dorë kaq shumë parash dhe kaq linja të mirëfillta trafiku. Unë nuk di që të ketë një hetim për dekonspirim, sepse vetë grupi kishte edhe pjesëtar të organizatës e policisë shqiptare, që ka të regon që ata e kam patur informacionet, kam patur të gjithë teknologjinë e duhur për të informuar, madje edhe radio, kam patur edhe këshu zhurmues, kam patur gjithë shka, pra teknologji për të qënë sa më të mbrojtur nga kjo pjesë. Po jo të gjitha kam patur këtë mundësi. Okej, ate, Qelbeta, ku jeti, ku është mos dakordësia, një me 2 versionet. Për çfarë nuk je dakord dhe si është opinioni jot, do thënë si është informacioni që ke ti? Informacioni që kam unë është që prokuroria italiane, antimafia italiane, hetimet i ka përfunduar më datë 21 shkurt të vitit 2025 dhe aso kohë i kanë ardhur dhe Spaku dhe gjykatës së posaçme në vendin tonë dhe kërkesën nga prokuroria e posaçme për miratimin e masave të sigurisë për 30 persona. 29 masa janë arrest me burg, ndërsa 1 masë është urdhër ndalimi. Ndërkohë që operacioni u zhvillua vetëm 3 muaj më pas, disa ditë pas zgjedhjeve, dhe deri në këtë moment kemi 2 njoftime zyrtare nga antimafia italiane dhe nga prokuroria e posaçme Spaku, dhe nuk kemi një numër të masave të sigurisë të ekzekutuar. Kam pritur vendimin e gjykatës italiane. As Spaku, këtë lidhjen që është 3 muaj para ose mbrapa e bën ti. Patjetër që do bën. Në analizë prokurorët nuk bëjnë lidhje jemi në zgjedhje si jemi në zgjedhje. Gjykata ka të drejtë pas 2 javësh të miratojë masat. Jo, se gjykata mori për Lalierin mori 2 muaj. Për miratimin e masës sigurisë? Po, për vlerësimin e masës sigurisë. Jo, nuk më figuron është. Po, Lalieri do arrestoj që në dhjetor. Këtë e dinë gjithë. Datat janë ndryshe. Pas 13 ditësh, gjykata e posaçme ka miratuar kërkesën për Lalierin. Okej. Po flasim me terma popullor. Me terma pas 13 ditësh pasi Spaki ka bërë kërkesë gjykatës posaçme, është miratuar kërkesa nga gjyqtari.
Regjistari Ambani. Po, e kemi dokumente hapën të shohim. Dakor. Dërsa në rastin e operacionet e antimafjes, nuk kemi një njoftim zyrtar nga SPAK-u, nuk përmend asnjë emër, asnjë inicial të një personi të arrestuar. Siç ka ndodhur përpara në gjithë operacionet, kemi pasur inicialet e personave të arrestuar. 2-3 personazhet më kryesorë nuk u gjetën? Kjo është një pyetje që e bëjmë gjithë, nëse ka pasur dekonspirim të operacionet apo jo, madje Kush mund ta dekonspironte nëse ka pasur? madje drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit në konferencën për shtyp deklaroi që Policia e Shtetit është njoftuar vetëm disa orë para se të ekzekutoheshin masat e sigurisë, por ajo që na bën të dyshojmë është pse SPAK, prokuroria e posaçme dhe antimafia vet, nuk thot sa masa siguria e njoftuar, njoftim zyrtar, thot to person janë arrestuar, me iniciale të paktën. Ky person u arrestuar për të vepër penale, nuk kemi asnjë informacion. Po ti ke dosjen më. Ja të dëgjojmë mirë çfarë thot Gumani dhe pastaj kthehemi përsëri në studio. Njëshin të lutem. Grupi ynë i hetimit, por edhe kolegët italianë, gjithë bashkë konkludojnë që është një ndër grupet më të rrezikshme që nga pushteti financiar, që ata kanë të ardhurat që siguronin nga aktiviteti kriminal, aftësia për të trafikuar sasira të mëdha kokaine nga vendet e Amerikës Latine dhe për të shpërndarë në Europë, kryesisht në Itali, por siç përmendi edhe zoti Mara, e në pjesë të tjera të Shqipërisë. Pjesë tjera të Europës, jo të Shqipërisë. Ajo që më pojë është kjo, që qendra e grupit ishte qyteti Durrësit. I grupit dhe nën grupeve. Boshego, çfarë po ndodh? Po, nuk është hera e parë që ndodhin operacione të tilla për sa i përket bashkëpunimit të ndër prokurorial, po i quaj kështu, sidomos sektori antimafia me SPAK-un në goditjet e grupeve kriminale. Interesant është fakti që është një hetim i gjatë, duke qenë se jemi në kuadër të antimafias dhe afatet ligjore për sa i përket antimafias, sistemit procedural penal italian dhe atij shqiptar ka diferenca. Për sa i përket shtyrjes, nuk është çështje kohë, është procedurë. Pra, nëse është kohë teknike, kohë procedurale. Ne kemi maksimumin 3 vjet, ato e kanë edhe më shumë 5 vjet, mund shkojë deri 6 vjet, maksimume. Por gjithmonë merret përmes delegimeve. Për 5-6 vjet ti je i përgjuar gjithkohës? Po. Domethënë antimafia italiane, një nga çelësin e suksesit vetë ka pikërisht përgjimet. Por në këtë rast të thonë edhe gazetarët në mënyrë specifike, ajo që ka qenë udhërfysi kryesor kanë qenë Sky Encro dhe zbërthimi i tyre. Qoftë për pjesën italiane, qoftë pastaj për kalim për kompetencë, po i quaj kështu, për sa i përket. Të shtoj vetëm një gjë këtu, Anita, një sekond, ke përgjimi? Ajo që është përdorur, është për herë të parë, është përdorur përgjimi telematik. Përgjimi telematik në këtë rast ka qenë do të thotë që ti përveç ambientit telefonit celular, ty të përgjohet çdo gjë që ke aty. Do me thënë, me të gjitha platformat që ka celulari, duke filluar nga WhatsApp-i, te sinjali, te Viberi, çdo platform që është aty. Por, edhe nëpërmjet telefonit, mjafton ta kish çdo aplikacion. Çdo aplikacion, madje edhe në mënyrë ambientale. Çdo gjë, në faktikisht nuk është se ka funksionuar më përpara me grupe të tilla, po është një sistem që është përdorur nga antimafia italiane. Ka kohë që e përdorin sot. Ata e përdorin, por në rastin konkret ka një 15 vjet që e bëjnë këtë punë. Po, në rastin konkret e kanë përdorur edhe për këtë lloj grupi, sepse nuk është një detaj që nuk është përmendur në këtë rast. Janë ca detaje teknike procedurale që mirë është mos thuhen, të paktën në arenë publike, unë këshilloj të mos thuhen si profesionist i kësaj fusha, për shumë arsye. Po gjithsesi, është çështje pastaj. Nuk i vjen e keqja nga ne, i ka ardhur tashmë. Jo për këta, po është çështje informacioni që mirë është ka ca sekrete rreth temi. Po gjithsesi, për te kësaj, grup i madh, padyshim i madh që punon në raport ndërkombëtar. Dhe ajo që është diferenca në këtë radhë është sepse nuk është vetëm çështja antimafjes. Antimafia informacionin e vet e ka marrë nga disa burime dhe këtu janë edhe të futura shërbimet sekrete për sa i përket asaj që është informacioni bazik fillestar. Pastaj ndërhyn strukturat të specializuara për të dalë deri aty që është pastaj prokuroria në mënyrën e hetimit të mirëfillt. Ajo që bën përshtypje është që në Itali, të paktën ato që janë burimet e thëna dhe që është në fakt eksperienca e tyre që ka pas Pentito. Dhe ata ose ato që Pentito për Italinë, bashkëpunëtor të drejtësisë për Shqipërinë që kanë qenë italian.
dhe ata kanë referuar në mënyrë shumë të detajuar lidhjet me Shqipërinë. Kjo është një detaj shumë i rëndësishëm sepse shqiptarët në të kundërt nuk kanë këtë rol. Pra tek shqiptarët funksionon një lloj hermetizmi për sa i përket dekonstruimit. Ne kanë spionuar ata. Jo, vjen nga ata dhe jo nga ne. Një goditje mendoj e koordinuar që lidhet pak edhe me atë që ndodhi në Venezuel, nuk është rastësore fakti që ndodhi tani, sepse vjen me një herë të nesërme në asaj që ndodhi në Venezuel, pra që do të thotë që ajo që është informacioni i ardhur nga të gjithë shërbimet për sa i përket këtyre organizatave lidhet me një fuqizim përtej të lejueshme, po e quaj kështu, të mafjes shqiptare tashmë. Nuk është çështja vetëm e italianes, por është e shqiptares. A lidhet kjo me një periudhë elektorale, nëse do ta çonim përtej analizën? Për ata që nuk e din, rasti i Venezuelës, si thotë ju, është ajo denoncimi që bëri Maduro, presidenti i Venezuelës, për një mafios shqiptar, ka që një grup ndërkombëtar, për një nga këta u dha dhe emri, po mirë është mos i japim të emrat. Jo, është e kam parë ke media ndërkombëtare, dhe që kishin tentuar të dikonin tek zgjedhjet në Venezuelë. Imagjinoa. Që do të thotë që flasim pak për ndikimin e këtyre në Shqipëri, për zgjedhjet e Shqipërisë. Aty do ta kaloj. Për ta bërë kuadrin e përgjithshëm, se unë s'dua të hyj në detaje teknike dhe për çështje profesionale s'm takon mua të bëj pjesën e analizës të faktit penal, se është kompetencë ime në moment. Unë e bëj, por nuk është kompetenca ime në moment. Unë mund të vetëm një gjë, për afatet e masave të sigurisë, nëse ma lejon, se është teknike e drejtës penale procedurale italiane. Mos kërkoni. Zakonisht, në atë që është forma operacionale hetimore italiane, masat e sigurisë, ndryshe nga Shqipëria, kërkohen kur janë në fund të procedimit penal. Nëse në Shqipëri kërkohen në fillim fare, pa dit akoma se ku i ke faktet e ku i ke letrat, kërkohen burg edhe hec, lejma të mrena nuk ka rëndësi se piqen gjërat. Pra, ne në Shqiptarë në fillim pusim burg, pastaj pjekim prova. I pafajshëm nuk të nxjerrim dot se kemi bërë tash si ne kemi futur në burg të nxjerrim dhe të pafajshëm. Po jo, se problemi është që duhet të paguajmë dëmshpërblimin pastaj për gabimin e prokurorëve tanë. Sa ata ka dhe reputacion të tanë. Pikërisht. Po tani ne skusim kod në burg. Ne kemi një sistem hibrid represivo akuzator. Tani në debati midis Ambruenës dhe Çelmedës. Ndërsa këtu doja të dila vetëm një gjë. Do më sjellni besoj në mënyrë më për ta lexuar konkretisht se çfarë është, por dua të them vetëm diçka. Sapo the ti forcon tezën e Ambruenës që procedura është me gjatë. Procedura italiane nuk ka kohë për gjyqtarin e hetimeve paraprake që ta ketë urdhruese. Nuk ka një kohë, por me praktikën italiane, se këtu duhet të ecim pak me praktikë gjyqësore. Praktika italiane e ka maksimalisht një gjyqtar i hetimeve paraprake për këto lloj çështjes merr maksimalja jo më shumë se 3 muaj. Pse? Sepse jemi në fund të procedimit. Prokuroria ka kohë procedurale, 3 deri në 6. Ne nuk e dim se si janë miksuar. Në këtë rast është në fund. Janë në fund, sepse me sa kuptova unë, ndërkohë ato janë edhe në fazën e përfundimit të hetimeve, që do të thotë që kalon për gjykim çështja. Sepse lidhet me kohët e parashkrimit. Sistemi procedural italian është garantisë. Një nga gjërat që pati se tani këto janë shumë. Më të shtoj diçka ke ajo pjesa e dëshmitarit italian, si kanë rënë në gjurmë ose si kanë arritur të punojnë me të penduar, le të themi, të grupit shtetas italian. Janë 2 italianë penduar. Janë, në fakt, është, jo vetëm nga përgjimet, nga kjo metoda që është bërë, ata kanë arritur të shkojnë deri tek persona. Dhe ato më të dobtit janë thyer dhe kanë arritur që të flasin. Ajo që i ka shërbyer Zhej është, janë platformat Sky dhe Encro. Janë ngritur një grup prej 5 deri në 6 oficerësh të antimafias dhe prokurorë shqiptar, të cilët kanë punuar me muaj të tërë për zbardhjen e bisedave, dhe sepse në bisedat që janë zbardhur e enkriptuar, janë folur me fakte dhe prova për ngjarje dhe vende dhe emra konkret, se ku duhet vinte malli, kush duhet ta merrte, si duhet ta merrte, dhe nuk ka qenë fare e vështirë për të arritur deri tek porositësit, tek linja dhe tek mënyra se si do organizojë gjithë. Tani problemi është se ju sigurisht po të lësh deri nesër ju keni informacion. Jo më ka. Unë dua ta, nuk më zgjidhem unë. Përkundër, është shumë interesante. Por dua ta koncentroj pak sepse do të bëj një pyetje tjetër që është shumë e rëndësishme. Tani
duhet kënë frikë politikanë nga këto zbulime, sepse mua më duke vetëm Maja Esbergu dhe Siona Kaqëtori. Shefti në një kështu, në një shqetësim diku? Së pari, ata që e njohin fuqinë e këtij grupi kriminal, fuqi financiare, rrezikshmërinë e tyre, brutalitetin e tyre, po edhe me bazën e Durrës. Influencën me bazën e Durrës dhe me influencën e tyre për të përcaktuar edhe deputet në Kuvendin e Shqipërisë, kuptojnë që ky është një ndër aksionet më të rëndësishme ndonjëherë ndaj një grupi kriminal në Shqipëri. Megjithë këtë, i kemi ende kokat e grupit të shpëtuara, pra të vënë nën akuzë, nën kërkim nga policia, por të pa arrestuar ende. Por të evidentuar. Po, të pa arrestuar ende. Por të evidentuar. Dakor, pra kjo është një pjesë e goditjes. Nuk e thotë zyrtarisht. Por individët i kemi ende të pakapur. Pra flasim që kemi goditur një grup madh kriminal, po ende nuk i kemi ekzekutuar masat e sigurisë për më të rëndësishme të grupit. Dhe përsa kohat e janë të lirë zhej, do t'i përdorin me siguri të gjitha mjetet e tyre, financiare, po edhe lidhet shtetërore që kanë për të mbrojtur. Dhe përsa kohë janë një simbioz me njëri tjetrin, dhe janë të rrezikshëm të gjithë politikanë që janë përfshirë apo zyrtarët e lartë përfshirë në marrëdhënie me ta. Është mirë që ndonjëherë zotin Berisha ta dëgjojmë, sidomos kur flet për lidhjet e politikës me krimin, ka informacion të klasit të parë. Dhe zoti Berisha ka fol shumë gjatë kohët e fundit, jo kur u bë operacion, por edhe më herët se për kë bënin vota ky grup kriminal në Durrës. Kemi edhe ca gjeni politik në zgjedhjet e fundit që dolën kampion të votave në atë qark nga një orgjin anonime personale, po që rezultuan kampion. Dhe të gjitha ato detaje se si ai grup prodhoi deputet për Kuvendin e Shqipërisë, nëse janë ato të vërteta siç duhet të hetohen, me siguri ka vend për të pasur frikë. Ata që janë produkte politike të këtyre zyrtarëve. Dhe zhet vetëm për ta mbyllur, ky grup kriminal që bën tek të linj trafikimit të ndër vite, ka patër fuqinë të ketë të emërojë drejtor portesh, drejtor policie dhe të gjithë zinxhirin që u garantonte rrugë të hapura. Duke është e bukur Siona që ky grup kriminal ka 6 vite që funksionon. Dhe nuk mbiu sot, ky është më herë se kaq. Jo 6 vite sepse janë dhe agjencitë këto që bënin transportin me dhe e bukur është që është përkon pikërisht me kohën kur është ngritur dhe kur janë ngritur dhe grupet e përbashkëta hetimore. Dakor, këto 6 vite apo 10 vite këta njerëz janë fuqizuar, kanë pastruar para përmes ndërtimit, kanë lulëzuar biznese me licenca qeveritare, gjërat nuk janë kaq të padukshme për të kuptuar se nga u buronte fuqia. Po të kundërshtoja, trafiku i drogës është një gjë, kohë e funksionimit dhe ngritjes së këtyre grupeve me kohën e nisjes së dhe ajo që më mungon mua te dosja e Spakut është pse nuk ekspozohen lidhjet shtetërore që ta individ kanë pasur. Ta njerëz nuk mund të begatonin as për trafik kokaine dhe as për pastrim parash në sektorin e ndërtimit të tjera pa ndihmën e qeveritarëve. Kjo është tani ka një gjë, sepse unë me thon drejtën kam një tendencë në çik nacionaliste. Edhe në këto gjëra. Do thoni iku zhej, jo nuk kam iku, jam tu. Një herë kam patur një debat në cilësinë e gazetarit me një prokuror të përgjithshëm antimafia italian që quhej Vinja, me mbiemrin Vinja. Nuk e di atë kujtohet e Lida. Po, ka qenë kreu i antimafias. Po. Ai bëri isha në Milano dhe unë isha gazetar punoj për një radio italiane dhe me shumë terror dhe me shumë tmerr po thoshti që kriminaliteti shqiptar po merr një pjesë të madhe të tortës së trafikut të kokainës. Po merr territoret, më saktë. Aty isha unë tani dhe këti ishim bashkë. Jo, kam bërë dhe unë intervistë. Ka 20 vite më parë. Oke, mirë do ishte. Dhe thoshte, dhe tani, mënyra se si ai e thoshte këtë gjë, punën e tortës, e kishte me tortë. Ishte një rreth i madh në formë torte dhe thoshte, ja sa ishte pjesa më përpara, ja sa u bë dhe u rritë kaq. Dhe kishin marrë, nuk e di, duket 30-35% në kuristën mafjas italiane. Dhe shqetësimi nuk ishte sepse torta ishte rritur në vetë vete. Pra, volumi i trafikimit kokainës nuk ishte rritur. Ishte rritur trafiku që brenda këtij volumi trafikonin shqiptarët. Dhe unë aty u ngritë dhe bëra një debat në Vinjan. Po na vi lekën Shqipëritë ti po fuqizon. Jo, i thash prokuror, ju po shqetësoni për trafikun e kokainës të vetvete, apo që shqiptarët po marrin një pjesë më të madhe të tortës së këtij trafiku. Se këto janë dy probleme të ndryshme. Po jo, interesi publik thot, u rrit volumi i trafikut kokainës, po na vdesin fëmijët rrugës, apo ka pasoja sociale shumë mëdha. Por nëse këtë mafia shqiptare, në thojse, ja rrëmbeu mafjas italiana, apo mafjas kineze, apo, kjo është një problem dytësor. Ju në pjesë, pra. Ju në pjesë.
Tani, ka përshtypjen që dhe ky acarimi që po vjen. Po xhelozojnë për suksesin tonë, thua Zhe? Jo, nuk është sukses, është fluks lekësh, sepse dihet që Gjoja Tauro dhe Rotterdami janë dy porta hyrëse më të mëdha të Europës. Dhe Durrësi është një gjë voçkë në krahasim me Rotterdamin dhe Gjoja Tauro. Ne do shqetësohemi për dramën. Po të shikosh linjën që kryente ky grup, për 6 vitesh ishte Shqipëri, Itali, Belgjik, Itali. Po, nuk futen fare. Një nga jimi rrugët. Po, nuk një nga jimi linjët. Bëjmë dakord. Këtu ishte... Po, kështu i bie që këta duhet mbyllin Rotterdamin. Po, që është porti më i madh i Europës, nuk është Hamburgu porti më i madh, është Rotterdam në Europë. Dhe është njëkohësisht porta hyrëse më e madhe e kokainës. Tani, dakord. Zhene, nuk po themi që është pikën shqiptare. Jo, kam përshtypjen se sa do e vogël tjetë torta janë përgjegjësisë, nuk është një gjë që do ta përqafojnë ta relativizojnë. Jam dakord, po ndjeva, se unë pas konferencës së shtypit ndjeva një te zotëria italian, te prokurori i Barit, ndjeva një kështu, ndjeva një alarm për mafia shqiptare. Domethënë, nuk tha që një kancer mafia shqiptare. Po pra, e dëgjova. Dhe nuk tha që kjo po rrit volumin e kokainës, sepse mafia shqiptare, ajo qoftë, nuk e konkuron do në drangetën, do thoshte edhe Enida që e njeh mirë. Nuk e konkuron do të Santa Corona Unitën, se mafia shqiptare thua që s'ekziston më. Në fakt, ky Luigi Vinja, me qënë se ma kujtove, pas jush kam bërë dhe unë një intervjist me të, dhe ajo që evidentoja i përveç faktit që nuk i quajti më grupe kriminale, për i quajti mafia italiane, mafia shqiptare. Të që them unë është shumë vite për para. Ti pas 20, unë pas 10. Po, në rejtë. Dekadat. Por, ajo që evidentoja ishte fakti që shtetasit shqiptar që u bën pjesë e grupeve mafioze italiane, prishën tregjet. Rregullat e lojës. Dhe dollën, thyen rregullat e lojës. Kush? Grupe shqiptare. Po më dolin teritorin e tyre, më Përisht pra. Ore, prokuroria italiane, prokuroria shqiptare, jo, shqiptare gjithë tjetër, është në gjueti për të kapur kriminalët dhe organizatat. Por nuk mund të bëjë diskriminim nacional që pse morën shqiptarët dhe ja u morën italianëve, napolitanëve apo barezëve. Nuk e di çfarë, më kupton çfarë them. Jo, po se kjo duhet një gjë shumë. Nuk e di pse të pëlqen. Dakor, të dëgjojmë edhe një sinkron të më thanë që erdhi Laert Vasili, po vjen Laerti. Unë dëgjua zhvon nga ti është diku në sfond. Jo tani Laert do të kaloj reklamën mbas një sinkrone. Dakor. Kemi përsëri Vladimir Mara, nuk e di pse dua të përqendrohem ke Vladimir, sepse Mara është, po themi, prokurori i Tosesura. Paktën për Shqipërinë. Për Shqipërinë është ai. Dakor. Atë dëgjojmë pak dhe tetën. Lutem, do t'japim Ujnë Qafshtama, Optika Luani, publicitet, dhe pastaj rikthehemi me Laert Vasili. Kemi pasur disa episode të ushtrimit të ndikimit palishëm ndaj zyrtarëve shtetëror, për cilat në fakt ne në vijim do kemi edhe një hetim më të thelluar. Kemi patur 2 punonjës policisë shtetit, njëri prej tyre një pozicion të rëndësishëm. Në njërin rast kemi patur bashkëpunim me pjesëtarët e grupit strukturuar kriminal, dhe në rastin tjetër kemi patur një rast korrupsioni në policinë kryetare të portit Durrësit. Njëri ka punuar në policinë e kufirit. Uno lavorava nella polizia della frontiera. Tjetri ka patur një pozicion të rëndësishëm ricopriva un ruolo importante në polici. Nella polizia. Shef seksioni